Para pa aguar dita, një grua e moshuar zgjohet nga dera që hapet me dhunë. Çdo ditë, ajo poshtërohet dhe detyrohet të punojë sikur të ishte e padukshme. Por i biri mbërrin pa lajmëruar dhe dëshmon abuzimin me sytë e tij. Përballë mavjosjeve të SM-s, ai dëbon gruan e tij dhe përballet me të vërtetën që e kishte shmangur për një kohë tepër të gjallë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Heshtja e agimit në Tiranë kishte diçka të shenjtë. Në atë lagje të pasur pranë liçenit artificial, ku vilat ngriheshin madhështore pas portave elektronike dhe mureve të larta, qyteti flinte një gjumë të qetë, i mbrojtur nga ndjesia e sigurisë që paraja ofronte. Por brenda shtëpisë me numër 347 në rrugën e Blinave, heshtja fshinte të vërteta që asnjë pasuri nuk mund t'i fshinte. Zonja Irena u zgjua e trembur kur dera e dhomës së saj u hap me një zhurmë të fortë. Zemra i rahu fort në kraharor, ai organ i lodhur që kishte parë kaq shumë agime, kaq shumë gëzime dhe kaq shumë dhimbje. Në moshën 73 vjeç, ajo ende e mbante mend kur zgjohej natyrshëm, me cicërimat e zogjve në oborrin e shtëpisë së vjetër ku kishte rritur të birin. Tani, çdo mëngjes fillonte kështu, me frikë, me tmerr, me atë ndjenjë se nuk i përkiste shtëpisë së saj. Drita e fortë e korridorit pushtoi dhomën e vogël ku ajo flinte. Nuk ishte dhoma kryesore e miqve, ajo ruhej për vizita të rëndësishme. Zonja Irena zinte ish dhomën e shërbëtores së mëparshme, një dhomë në pjesën e pasme të shtëpisë, pranë zonës së shërbimit, ku era e detergjentit dhe klorit i bënin shoqëri të vazhdueshme. Muret ishin të bardha dhe bosh, pa asnjë pikturë, pa asnjë fotografi që të kujtonte se aty jetonte dikush me histori, me të kaluar, me kujtime. Petrita qëndronte në pragun e derës, ende me një robdeshan mëndafshin ngjyrë vere, flokët e saj bjond të krejur në mënyrë perfekte pavarësisht orës. Ajo gjithmonë zgjohej e patëmet, sikur të flinte e grimosur dhe e rregulluar, gati për të përballuar botën me atë buzëqeshje që i mashtronte të gjithë, përveç vjerrës së saj. Mirëmëngjes, zonja Irena. Shpresoj të keni fjetur mirë sepse sot ka shumë punë përpara. E gjithë shtëpia ka nevojë për një pastrim të thellë. Kam vizita të rëndësishme pas dite dhe nuk mund të pres askënd me shtëpinë në këtë gjendje. Zonja Irena u ul ngadalë në shtrat, duke ndjerë shpinën që protestonte me çdo lëvizje. Dhimbja ishte një shoqëruese e vazhdueshme, një kujtim fizik se trupi i saj nuk kishte më rezistencën e dikurshme. Por të ankoheshe nuk vlente. Kishte provuar në fillim, kur ende besonte se i biri do ta shihte se çfarë po ndodhte. Tani e dinte se ishte më mirë të heshte. Petrita, nuk e di nëse mund t'i bëj të gjitha këto sot. Shpina më dhem shumë dhe. Shpreja e Petritës ndryshoi menjëherë. Buzëqeshja u zhduk, e zëvendësuar nga një ftohtësi therse që i shndërronte sytë e saj blu në gur akulli. Ah, shpina të dhem. Sa e përshtatshme. E dini, zonja Irena, unë nuk ankohem që punoj gjithë ditën duke menaxhuar këtë shtëpi, duke u kujdesur për gjithçka që besniku të ketë një jetë të rehatshme. Dhe ju, që jetoni këtu pa paguar asnjë qindark, pa kontribuar me asgjë, ju duket shumë të kërkosh pak bashkëpunim. Nuk ishte kështu si fliste Petrita kur besniku ishte afër. Përpara të shoqit, ajo ishte gjithë ëmbëlsi, gjithë shqetësim. Zonja Irena, më lejoni t'ju ndihmoj me këtë. Zonja Irena, ju kam përgatitur çajin tuaj të preferuar. Zonja Irena, si thua të pushojmë bashkë në sallon? Por kur ai dilte për në punë, kur dera e përparme mbyllej dhe zhurma e makinës largohej nëpër rrugë, maska binte. Thjesht po them se ndoshta mund të bëja pak më pak sot. Nuk po refuzoj të ndihmoj, Petrita. Asnjëherë nuk kam refuzuar. Petrita bëri një hap brenda dhomës, duke kryqëzuar krahët mbi gjoks. Unaza me diamant në gishtin e unazës shkëlqente edhe në dritën e pakt, një simbol i gjithçkaje që ajo kishte arritur duke u martuar me besnikun. Më pak? Doni të bëni edhe më pak? Sepse nga sa shoh, ju tashmë nuk bëni pothuajse asgjë. Fatimia bën pjesën më të madhe të punës, unë menaxhoj gjithçka, dhe ju vetëm duhet të mbani disa dhoma të rregulluara. Është minimumi që mund të bëni për të kompensuar faktin që jetoni këtu falas. Fjalët ishin si gjilpëra, të vogla dhe të mprehta, që depërtonin ngadalë por thellë. Zonja Irena uli syt, duke ndjer turpin që i diqte faqet. Si kishte arritur në këtë pikë? Si ishte bërë një barë për familjen e saj? Do të bëj çfarëdo që të jetë e nevojshme, tha ajo me zë të ulët.
Shkëlqyeshëm. Atëherë ngrihuni. Tashmë është ora 6 e mëngjesit dhe ka shumë për të bërë para se të vinë vizitat. Petrita doli nga dhoma pa pritur përgjigje, pantoflat e saj prej pellushi bënin një zhurmë të mbytur në dy shemen prej drurit të korridorit. Zonja Irena qëndroi e ulur në shtrat për disa çaste të tjera, duke mbledhur forcat për të filluar një ditë tjetër. Nga dritarja e vogël që shikonte nga obori i pasëm, ajo shihte qiellin që fillonte të zbardhej, atë blu të zbetë që i paraprinte lindjes së diellit. Ju kujtua kur zgjoi e lumtur, kur agimi përfaqësonte mundësi dhe jo një ditë tjetër sprove. U ngrit me vështirësi, duke u mbështetur fillimisht te komodina, pastaj te muri. Pasqyra e vogël mbi komo tregonte reflektimin e saj dhe ajo pothuajse nuk e njihte veten. Kur ishte kthyer në atë grua të kërrusur, me sy të thelluar dhe flokë krejtësisht të bardhë, koha kishte kaluar pa e vënë re, duke marrë me vete forcën, bukurinë, dinjitetin. U vesh me uniformën që Petrita kishte zgjedhur për të. Një komplet i thjesht me pantallona dhe bluzë gri, e njëjta ngjyrë që vishte Fatimja. Nuk kishte rëndësi që zonja Irena ishte nëna e pronarit të shtëpisë, ajo duhej të vishej si shërbëtore për të mos ngatëruar vizitat. Petrita e kishte bërë këtë shumë të qartë. Kur doli nga dhoma, gjeti Fatimen në kuzhinë, tashmë duke përgatitur mëngjesin. Shërbëtorja ishte rreth të 40-ave, e ardhur nga një fshat i largët i veriut në kërkim të një jete më të mirë në kryeqytet. Ishte e dobët dhe kishte sy shprehjes që dukeshin se ruanin shumë histori të patreguara. Kur pa zonjën Irena të hynte në kuzhinë, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të matur. Mirëmëngjes, zonja Irena. Kam bërë një kafe të ngrohtë. Doni një filxhan? Mirëmëngjes, Fatime. Po, e pranoj, faleminderit. Fatimja i shërbeu kafen me kujdes, duke shtuar 2 lugë sheqer, ashtu siç i pëlqente zonjës Irena. Ky gjest i vogël i mirësisë, i vëmendjes, ishte si një balsam në mes të ftohtësisë që dominonte atë shtëpi. Si e keni shpinën sot? Pyeti Fatimja me zë të ulët, gjithmonë e vëmendshme për të mos u dëgjuar. E kam me dhimbje. Por do t'ja dal disi. Petrita tha se ka shumë punë sot. Fatimja tundi kokën, buzët e shtrënguara në një vit të hollë mosmiratimi të heshtur. Ajo e dinte se çfarë ndodhte në atë shtëpi. Shihte gjithçka, dëgjonte gjithçka, por pozicioni i saj ishte delikat. Një fjalë e gabuar, një gjest solidariteti i interpretuar si komplot dhe ajo mund të humbiste punën. Dhe Fatimja nuk mund ta lejonte veten të mbetej e pa punë. Kishte 2 fëmijë për të rritur vetëm, fatura për të paguar, ëndra për t'u dhënë djemve një arsim më të mirë se i saj. Nëse keni nevojë për ndihmë me diçka të rëndë, më thirrni, tha ajo, duke prekur lehtë krahun e zonjës Irena. Por bëjeni këtë larg syve të saj. Faleminderit, bija ime. Të dyja gratë shkëmbyen një vështrim bashkëpunimi, një mirëkuptim të ndërsjellë që nuk kishte nevojë për fjalë. Ato ishin në të njëjtën anë të një vije të padukshme që e ndante atë shtëpi midis atyre që urdhëronin dhe atyre që bindeshin. Dita kaloi mes detyrave të pafundme. Zonja Irena pastroi banjat, fshiu me leckë të gjitha mobiljet e sallonit, rregulloi bibliotekën ku besniku mbante librat e tij të drejtësisë, palosi peshqir që ishin tashmë të palosur, rregulloi jastëk që ishin tashmë në vendin e tyre. Petrita shfaqej her pas here, gjithmonë duke gjetur ndonjë defekt, gjithmonë duke kërkuar që diçka të bëhej sërish. Kjo nuk është mirë. Salloni i pritjes duhet të jetë i patëmedh. Ribëje. Dhe zonja Irena e ribënte. Rreth orës 11 të mëngjesit, shpina e saj nuk duronte më. Dhimbja ishte shndërruar në një djegje të vazhdueshme që rrezatonte nga shtylla kurrizore në këmbë. Ajo po pastronte xhamat e verandës kur u pengua, duke u kapur te parmaku për të mos rënë. Fatimja vrapoi për ta ndihmuar. Zonja Irena, ju duhet të pushoni. Ejani, uluni pak. Nuk mundem, Fatime. Ka ende shumë për të bërë. Por para se të mund të thoshin diçka më shumë, Petrita u shfaq në verandë, sytë e ngushtuar nga dyshimi. Çfarë po ndodh këtu? Pse jeni të dyja duke biseduar në vend që të punoni? Zonja Irena rëshiti, unë vetëm po e ndihmoja. Ah, rëshiti. Sa e çuditshme. Duket se jeni bërë shumë nga thët kohët e fundit, apo jo, zonja Irena? Gjithmonë me ndonjë dhimbje, gjithmonë me ndonjë justifikim. Nuk është justifikim, Petrita. Unë vërtet. E dini çfarë mendoj unë?
Se jeni duke u plakur tepër për disa gjëra. Ndoshta keni nevojë për kujdes më të specializuar në një vend ku mund t'ju japin vëmendjen që meritoni. Kërcënimi mbeti pezull në ajër si një re e errët. Zonja Irena e njihte atë vështrim, e dinte saktësisht se çfarë po insinuonte Petrita. Për javësh, nusja bënte komente të paqarta për shtëpitë e pleqve, për vendet të specializuara në kujdesin e të moshuarve, gjithmonë me atë ton shqetësimi të rrem që mashtronte çdo që nuk i njihte qëllimet e saj të vërteta. Unë jam mirë. Vetëm kam nevojë për një moment. Atëherë vazhdoni të punoni. Vizitat mbërrin pas 3 orësh dhe kjo shtëpi duhet të jetë perfekte. Petrita doli nga veranda me hapa të vendosur, duke lënë pas parfumin e shtrenjtë që përdorte, një aromë e importuar që besniku ja kishte dhuruar në përvjetorin e fundit të martesës. Fatimja priti derisa u sigurua se Petrita ishte larg para se të fliste. Zonja Irena, kjo nuk është e drejtë. Ju nuk mund të vazhdoni kështu. Çfarë mund të bëj, Fatime? Kjo është shtëpia e djalit tim. Nuk kam ku të shkoj. Dhe ishte e vërtetë. Pasi burri i saj ndërroi jetë 5 vjet më parë, duke lënë borxhe që zonja Irena as nuk e dinte se ekzistonin, ajo kishte humbur gjithçka. Shtëpia ku rriti besnikun, ku jetoi 40 vjet martesë, ku mbolli trëndafila në kopsh dhe lyu muret me duart e saj, gjithçka ishte marrë për të paguar kreditorët. Nuk mbeti asgjë. As shtëpia, as kursimet, as edhe mobiljet e vjetra që kishin vlerë sentimentale. Besniku e priti, sigurisht. Ishte djali i saj i vetëm, i afërmi i saj i vetëm i gjallë. Por bashkë me besnikun erdhi Petrita dhe me Petritën erdhi feri i maskuar si shtëpi. Besniku erdhi në shtëpi pak pas mesditës, siç bënte gjithmonë të premteve. Ishte një burr i pashëm 42 vjeç, i gjatë dhe me flokët që fillonin të thinjeshin në tëmtha, gjë që vetëm sa ja shtonte sharmin e një avokati të suksesshëm. Ai kishte ndërtuar një karrierë të qëndrueshme, një zyrë të lulëzuar, një reputacion të lakmueshëm në botën juridike tiranase. Kur hyri në shtëpi, u prit nga Petrita me një puthje të ngrohtë dhe një buzëqeshje rrezatuese. Dashuria ime. Çfarë surprize që erdhe më herët. Anulova takimin e pasdites. Mendova të drekoj në shtëpi me ju. Mrekulli. Zonja Irena, shiko kush erdhi. Eja përshëndetë djalin tënd. Zonja Irena u shfaq nga kuzhina, duke fshirë duart në një pecel. Kur pa besnikun, fytyra e saj u ndriçua me një buzëqeshje të sinqertë, e para e ditës. Nuk kishte rëndësi se çfarë po kalonte, të shihte djalin e saj gjithmonë i sillte një shkëndij gëzimi në zemrën e saj të lodhur. Besnik, biri im. Sa mirë që të shoh. Ai e përqafoi, por ishte një përqafim i shpejtë, i shpërqendruar, lloji i përqafimit që jepet nga detyrimi shoqëror dhe jo nga afeksioni i vërtetë. Zonja Irena e ndjeu ndryshimin. Kishte një kohë kur përqafimet e djalit të saj zgjasnin më shumë, kur ai e pyeste si ishte, kur vërtet interesohej për përgjigjen. Si je, mami? Mirë, biri im. Duke punuar për t'i lënë gjërat bukur për vizitat e tua. Çfarë vizitash? Pyeti ai, duke parë Petritën. Dashuri, të thash. Njerëzit e klubit vinë për çaj këtu sot pasdite. Janë njerëz të rëndësishëm, e di. Duhet të lëm një përshtypje të mirë. Ah, e vërtet. Harrova plotësisht. Petrita kaloi krahun nëpër të besnikut, duke e çuar në sallon me atë natyrshmëri të dikujt që gjithmonë arrin atë që dëshiron. Ti punon shumë, dashuria ime. Prandaj haron gjërat. Por mos u shqetëso, gjithçka është nën kontroll. Nëna jote dhe Fatimja po i lën gjërat të patëmeta. Gjatë drekës, zonja Irena hëngri në heshtje në kuzhinë, siç kishte sugjeruar Petrita se ishte më e përshtatshme. Në fund të fundit, vizitat mund të mbërrinin në çdo moment dhe do të ishte e çuditshme ta gjenin të ulur në tryezë sikur të ishte pjesë e familjes. Besniku as nuk e vuri në dyshim mungesën e së-ëmës. Ishte i zënë duke dëgjuar Petritën të fliste për planet e rinovimit të shtëpisë, për udhëtimin që donin të bënin në Evropë, për makinën e re që ajo kishte parë në koncesionar. Pas drekës, besniku u mbyll në zyrë për të zgjidhur disa çështje urgjente. Zonja Irena u kthye në punë, duke përgatitur sallonin për të pritur vizitat. Rregulloi jastëkët për herë të tretë, pastroi sërish tavolinën e mesit, rregulloi lulet që Petrita kishte blerë në lulishten më të shtrenjtë të lagjes. Në orën 3 fiks, vizitat filluan të mbërrinin.
Ishin 4 gra elegante, të gjitha mikesha të Petritës nga klubi ku ajo luante tenis dhe merrte pjesë në evente sociale. Vishnin rroba firmato, çanta që kushtonin më shumë se sa fitonte zonja Irena në një vit kur ende punonte, dhe flisnin me një theks që mundoi të tingëllonte i sofistikuar, por që dukej i sforcuar dhe artificial. Petrita i priti me entuziazëm, puthje në ajër, komplimente për flokët, këpucët, bishuteri. Pastaj i çoi në sallon ku gjithçka ishte përgatitur: kek, torta, ushqime të kripura, çaj i importuar i shërbyer në filxhan prej porcelani kinez. Zonja Irena u udhëzua të shërbente çajin, të qarkullonte mes të ftuarave duke ofruar ëmbëlsirat, të mblidhte filxhanët bosh. Petrita e prezantoi rastësisht. Kjo është nëna e besnikut. Ajo jeton këtu me ne që kur mbeti vetëm, e gjora. Toni ishte i dhëmshur, por kishte diçka më shumë në fjalë, një insinuat delikate që mikeshat e kapën me njëherë. Sa bujar jeni që kujdeseni për të, komentoi njëra nga gratë, një brune me sy të qelet e quajtur flutura. Është minimumi që mund të bëjmë, u përgjigj Petrita me një buzëqeshje. Besniku është shumë i lidhur me të ëmën, e dini si është. Dhe unë nuk mund t'ia mohoja këtë rehati atij. Edhe pse ndonjëherë është e mundimshme. E mundimshme, pyeti një tjetër, një bjonde platin me emrin Ardiana. Petrita uli tonin e zërit, sikur po ndante një sekret intim. E po, ju e dini si është me njerëzit e moshuar. Ndonjëherë bëhen pak konfuz, harrojnë gjërat, shpikin histori. Duhet të kesh durim. Zonja Irena, e cila po mblidhte një filxhan në atë moment, bëri sikur nuk dëgjoi. Por çdo fjalë ishte një thik. Petrita po mbillte farat e dyshimit, duke ndërtuar një narrativ në të cilën ajo, vjera, ishte një barë e vështirë për t'u mbajtur. Çfarë shembulli je ti, Petrita, tha flutura. Jo të gjithë do ta kishin këtë durim. Është një sfidë, pranoi Petrita. Por e bëj për dashurinë ndaj burrit tim. Gratë vazhduan të bisedonin për çështje të tjera, festivale tenisi, udhëtime, thashë theme për të një orë të përbashkët. Zonja Irena lëvizte mes tyre si një hije, e padukshme përveç se kur kishin nevojë për më shumë çaj ose një copë tjetër keku. Askush nuk i drejtohej me fjalë direkt. Askush nuk i bënte pyetje për jetën e saj, interesat e saj, opinionet e saj. Ishte sikur ajo të mos ekzistonte si person, vetëm si një funksion, një shërbëtore që nuk meritonte konsideratë. Kur vizitat më në fund u larguan, ishte pothuajse ora 7 e mbrëmjes. Zonja Irena ishte e raskapitur. Dhimbja në shpinë ishte intensifikuar deri në atë pikë sa ishte pothuajse e padurueshme. Por ende kishte enet për të larë, sallonin për të rregulluar, kuzhinën për të organizuar. Fatimja u përpoq të ndihmonte, por Petrita ndërhyri. Fatime, mund të shkosh. Është koha e largimit tënd. Zonja Irena mund ta mbaroj vetë. Por, zonja Petrita, ka ende shumë gjëra. Fatime, kur them se mund të shkosh, do të thotë se mund të shkosh. Apo preferon të punosh orë shtesë pa u paguar për to? Jo, zonjë. Atëherë shko. Fatimja i hodhi një vështrim falje e zonjës Irena para se të merrte çantën dhe të dilte nga dera e pasme. Mbetën vetëm vjera dhe nusja në atë shtëpi të madhe dhe të heshtur. Zonja Irena, kur të mbarosh këtu, dua të pastrosh edhe kuzhinën. Dhe lëri gjërat të organizuara për mëngjesin e nesërm. Nuk dua të zgjohem dhe të gjej rëmuj. Petrita, të lutem, jam shumë e lodhur. A nuk mund të pres deri nesër? Të pres deri nesër? Dhe kush do ta bëj mëngjesin? Unë? Ti mendon se unë zgjohem herët për ta bërë këtë? Ju jetoni këtu falas, zonja Irena. Falas. Minimumi që mund të bëni është të ndihmoni me shtëpinë. E di që jetoj këtu falas, Petrita. Dhe jam mirënjohëse për këtë. Por nuk jam më e re, nuk e duroj dot të punoj kaq shumë. Petrita bëri 2 hapa në drejtim të zonjës Irena, fytyra e shndërruar në një maskë ftohtësie. E dini cili është problemi, zonja Irena? Është se jeni mësuar të llastoheni nga besniku. Jeni mësuar të mendoni se mund të ankoheni kot dhe të gjithë do t'ju kenë mëshirë. Por unë nuk kam mëshirë. Unë nuk besoj në këtë histori të dhimbjes së shpinës. Mendoj se është gjithçka justifikim për të mos punuar. Nuk është justifikim, Petrita. Të betohem se. Mjaft. Nuk dua të dëgjoj më justifikime.
mbaro punën ose do të kemi një bisedë serioze me besnikun për të ardhmen tënde në këtë shtëpi. Petrita doli nga kuzhina duke lënë zonjën Irena vetëm me lotët që më në fund arritën të shpërthenin. Ajo qau në heshtje, e mbështetur te lavamani, duke u përpjekur të mblidhte forcat për të mbaruar atë që duhej bërë. Duart i dridheshin kur mori sfungjerin dhe filloi të lante enën. Çdo lëvizje ishte një torturë, çdo pjatë e pastruar një fitore minimale kundër dhimbjes që e konsumonte. Ishte pothuajse ora 10 e natës kur më në fund mbaroi. Kuzhina ishte e patëmet, duke shkëlqyer në dritën e ftohtë të tavanit. Zonja Irena shikoi përreth, duke ndjerë një përzierje krenarie dhe dëshpërimi. Krenari sepse kishte arritur të mbaronte pavarësisht gjithçkaje. Dëshpërim sepse e dinte që nesër do të ishte njësoj dhe pas nesër gjithashtu dhe kështu me radhë, derisa trupi i saj të duronte. U zvarit deri te dhoma në fund të shtëpisë, çdo hap një përpjekje monumentale. Duke kaluar nëpër korridor, pa dritë në dhomën e besnikut dhe Petritës. Dëgjoi të qeshura, biseda të ulta, intimitetin e një çifti që ndan momente vetëm. Ndiu një therrje dhimbjeje të ndryshme, një dhimbje që nuk ishte fizike por emocionale. Djali i saj ishte aty, kaq afër dhe në të njëjtën kohë kaq larg. Ai nuk kishte ide se çfarë po ndodhte nën çatinë e tij. Apo e dinte dhe preferonte të mos shihte. Në dhomë, zonja Irena u shtri në shtrat pa u ndërruar fare. Ishte tepër e lodhur, tepër e dhimbshme. Mbylli sytë dhe u përpoq të flinte, por gjumi nuk i vinte. Mendja vazhdonte të ishte aktive, duke rishikuar çdo poshtërim të ditës, çdo fjalë mizore, çdo vështrim përbuzjeje. Ju kujtua një kohë tjetër, kur ishte e re dhe plot ëndra, kur mbajti besnikun foshnjë në krah për herë të parë dhe i premtoi vetes se do të ishte nëna më e mirë në botë. Ku kishte shkuar gjithçka keq? Në cilin moment ishte bërë e padukshme në sytë e djalit të saj? Lotët u kthyen, duke lagur jashtëkun e vjetër dhe të hollë që Petrita kishte zgjedhur për të. Zonja Irena qau derisa nuk kishte më lot, derisa lodhja më në fund e mundi dhe gjumi erdhi si një lehtësim i përkohshëm. Por edhe duke fjetur, e dinte se nesër makthi do të rifillonte. Dhe pas nesër. Dhe ditën tjetër. Derisa diçka të ndryshonte ose derisa ajo thjesht të mos duronte më. Javët që pasuan ishin si një zbritje e ngadaltë dhe e pashmangshme në një humner gjithnjë e më të thellë. Zonja Irena zgjoi çdo ditë me të njëjtën ndjenjë peshe në gjoks, atë ankth të parandjer të dikujt që e di se vuajtja po e pret, pikërisht aty, në anën tjetër të derës së dhomës. Dhe Petrita nuk zhgënjente. Me çdo ditë që kalonte, kërkesat shtoheshin, poshtërimet bëheshin më delikate dhe të sofistikuara, mizoria merrte konturet e normalitetit. Një mëngjes të shtunë, besniku u zgjua më herët se zakonisht. Ishte e rrallë që ai të ishte në shtëpi në fundjavë, zakonisht kishte angazhime në zyrë ose darka biznesi që zgjasnin deri vonë. Por atë ditë vendosi të kalonte më shumë kohë në shtëpi, ndoshta në një përpjekje të pavetdijshme për të rilidhur me diçka që as nuk e dinte se po e humbiste. Zonja Irena ishte në kuzhinë duke përgatitur kafen kur ai u shfaq, ende me pijama, flokët e shpupuritur të dikujt që sapo është zgjuar. Mirëmëngjes, mami. Mirëmëngjes, biri im. Fjete mirë? Fjeta. Po ti? Pyetja ishte e rastësishme, e bërë pa pritur vërtet një përgjigje të sinqertë. Por kishte diçka në zërin e besnikut, një butësi që zonja Irena nuk e kishte dëgjuar prej muajsh, që e bëri të hezitonte para se të përgjigjej. Fjeta, biri im. Gënjeshtra doli natyrshëm. Nuk mund të thoshte se kalonte netë të zgjuar, se shpina i dhimbte aq shumë sa ishte e pamundur të gjente një pozicion të rehatshëm, se mendimet për të ardhmen e mbanin zgjuar deri në agim. Nuk mund ta vendoste këtë peshë mbi supet e djalit të saj. Ai tashmë kishte kaq shumë shqetësime, kaq shumë përgjegjësi. Besniku mori një kafe dhe u ul në tryezën e kuzhinës, diçka që nuk e bënte prej shumë kohësh. Zakonisht pinte kafe me nxitim në këmbë, ndërsa kontrollonte emailet në celular. Mami, doja të flisja me ty për diçka. Zemra e zonjës Irena bëri një kërcim. A e kishte vënë re? A do ta pranonte më në fund se çfarë po ndodhte? Sigurisht, biri im. Çfarë ka? Është se Petrita po planifikon një fest këtu në shtëpi. Një gjë të madhe, e di? Për të festuar 5 vjetorin e martesës. Do të ketë më shumë se 100 të ftuar. Zonja Irena ndjeu entuziazmin fillestar të shuaj.
Nuk ishte për të që ai donte të fliste. Asnjëherë nuk ishte. Mrekulli, biri im. 5 vjet tashmë. Po. Koha ka kaluar shpejt. Dhe Petrita është super e emocionuar. Ka kontraktuar një kompani eventesh, do të ketë bufe, dekor, gjithçka shumë elegante. Shtëpia do të bëhet e bukur. Sigurisht që do të bëhet, murmuriti zonja Irena. Është vetëm se. Besniku hezitoi duke kërkuar fjalët e duhura. Petrita është pak e shqetësuar për disa detaje. Ajo është perfeksioniste, e di si është. Dhe me kaq shumë njerëz të rëndësishëm që vinë, ajo dëshiron që gjithçka të jetë perfekte. E kuptoj. Ajo sugjeroi që ndoshta ti mund ta kaloj atë fundjavë në një vend tjetër. Jo se nuk je e mirë pritur, sigurisht. Por është se me kaq shumë njerëz, kaq shumë lëvizje, mund të jetë e lodhshme për ty dhe Petrita do të ketë nevojë për të gjitha dhomat për të akomoduar disa të afërm që vinë nga jashtë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zonja Irena shikoi djalin e saj, duke u përpjekur të gjente në sytë e tij ndonjë shenjë se ai e kuptonte absurditetin e asaj që po thoshte. Ajo jetonte në atë shtëpi. Ishte edhe shtëpia e saj. Por po dëboj, edhe pse përkohësisht, sepse prania e saj ishte e papërshtatshme. Ku do të shkoja unë, besnik? Mund ta kaloje fundjavën në një hotel. Unë paguaj, sigurisht. Një vend i mirë, i rehatshëm. Mund të jetë edhe një përvojë e këndshme. Ti kur nuk qëndron në hotele, mund ta shfrytëzosh për t'u çlodhur. Vetëm në një dhomë hoteli ndërsa ju festoni këtu. Këtë po më thua? Besniku u duk i parehatshëm për herë të parë. Mami, nuk është kështu. Është vetëm për t'i lehtësuar gjërat. Petrita. Gjithmonë Petrita, e ndërpreu zonja Irena, një shkëndij guximi e papritur duke ndezur fjalët e saj. Gjithçka është gjithmonë për t'ia lehtësuar Petritës. Po unë? Kur do të mendoj dikush në këtë shtëpi për të ma lehtësuar mua? Mami, të lutem, mos e egzagjero. Petrita kujdeset shumë mirë për ty, ajo gjithmonë shqetësohet për mirëqenien tënde. Zonja Irena hapi gojen për t'u përgjigjur, për të treguar më në fund gjithçka, për të zbuluar çdo poshtërim, çdo fjalë mizore, çdo ditë dhimbje të injoruar. Por në atë moment, Petrita hyri në kuzhinë, e bukur dhe e parfumosur, me një buzëqeshje që ndriçonte ambientin. Mirëmëngjes, të dashur. Çfarë gëzimi t'ju shoh të dy duke pirë kafe bashkë. Është kaq e rrallë të kemi këto momente familjare. Ajo e puthi besnikun në ballë dhe pastaj u kthye nga zonja Irena me një shprehje shqetësimi të fabrikuar. Zonja Irena, shpresoj të ndiheni mirë sot. Bura re se dje ishit pak e zbedh. Nuk po hani siç duhet. Jam mirë, Petrita. Sa mirë. Besnik, dashuria ime, a ke folur me nënën tënde për festën? Po, kam folur. Dhe pra, zonja Irena? Çfarë menduat për idenë e hotelit? Zgjodha një shumë afër këtu, shumë të rehatshëm. Do t'ju pëlqej shumë. Nuk dua të shkoj në hotel, Petrita. Buzëqeshja e Petritës u lëkun për një fraksion sekonde para se të rikthehej. Nuk doni? Por mendova se do t'ju pëlqente. Është një vend i bukur, me shërbim dhome, televizion kablor, gjithçka që ju nevojitet. Dua të qëndroj në shtëpinë time. Shtëpinë tuaj, përsëriti Petrita dhe kishte helm në atë pyetje. Zonja Irena, kjo është shtëpia e besnikut. Shtëpia e tij. Dhe ai po përpiqet me mirësjellje të gjejë një zgjidhje që të gjithë të jenë rehat gjatë festës. Ju po tregoheni egoiste. Petrita, ndërhyri besniku, i parehatshëm me tonin që po merrte biseda. Nuk ka nevojë të jetë kështu. Mami, nëse vërtet nuk dëshiron të shkosh në hotel, mund të mendojmë për diçka tjetër. Sigurisht që mundemi, tha Petrita shpejt duke ndryshuar strategji. Ju mund të qëndroni në dhomën e vogël në fund të shtëpisë. Por kuptoni se do të ketë shumë zhurmë, shumë lëvizje. Dhe nuk do të mund të qarkulloni nëpër shtëpi gjatë festës. Do të ishte e sikletshme për të gjithë. E sikletshme, përsëriti zonja Irena, duke ndjerë lotët që kërcënonin të shpërthenin. Po. Të ftuarit janë njerëz të rëndësishëm, me ndikim. Biznesmen, gjyqtar, politikan. Ata do të presin të shohin një shtëpi të organizuar, me një familje të strukturuar. Nuk do të ishte e përshtatshme që ju të shfaqeshit në mes të festës sikur.
Petrita e la fjalin në ajër duke e lënë zonjën Irena ta plotësonte mendërisht me mundësitë më të këqija. Sikur të isha çfarë, Petrita? Një turp? Një problem? Askush nuk e tha këtë, mami, ndërhyri Besniku, duke dashur qartësisht ta mbyllte diskutimin. Dëgjo, ti bëj çfarë të duash. Rri, shko, çfarëdo që të vendosësh është në rregull. Nuk do të grindemi për këtë. Por dëmi ishte bërë. Mesazhi ishte dhënë me qartësi kristalore. Zonja Irena ishte një siklet, një prani e papërshtatshme që duhej fshehur kur vinin njerëz të rëndësishëm për vizitë. Pjesa tjetër e ditës ishte e tensionuar. Zonja Irena u strehua në dhomë, duke pretenduar dhimbje koke. Nuk ishte plotësisht gënjeshtër. Koka i rrite në një mënyrë që e bënte të vështirë të mendonte për ndonjë gjë tjetër. Qëndroi e shtrirë në shtrat duke parë tavanin e bardhë dhe të krisur, duke menduar se si jeta e saj ishte bërë kaq e vogël, kaq pa kuptim. Në javën pasuese, përgatitjet për festën filluan të pushtonin shtëpinë. Petrita kontraktoi një ekip pastrimi profesional që ktheu çdo dhomë përmbys. Mobiljet u lëvizën, tapetet u pastruan me avull, llampadarët u lustruan derisa shkëlqyen. Shtëpia u shndërrua në një skenar perfeksioni artificial. Gjatë gjithë këtij procesi, zonja Irena u udhëzua të qëndronte në dhomën e saj ose në kuzhinë, larg rrugës së profesionistëve. Petrita nuk donte që ajo të ngatëronte ekipin e pastrimit ose, akoma më keq, të përpiqej të ndihmonte dhe të përfundonte duke penguar. Fatimia vëzhgonte gjithçka me indinjat në rritje. Në një moment kur arriti të mbetej vetëm me zonjën Irena, ajo u shpreh. Kjo nuk është e drejtë, zonja Irena. Ju nuk mund ta lejoni këtë grua t'ju trajtoj kështu. Çfarë mund të bëj, Fatime? Ku do të shkoja? Ju keni të drejta. Jeni nëna e pronarit të shtëpisë. Duhet të flisni me doktor Besnikun, t'i tregoni gjithçka që po ndodh. Dhe nëse ai nuk beson? Dhe nëse ai mban anën e saj? Mundësia ishte tepër e frikshme për t'u menduar. Besniku ishte gjithçka që zonja Irena kishte në boll. Nëse ai e refuzonte, nëse zgjidhte Petritën në vend të saj, çfarë do të mbetej? Një jetë krejtësisht e zbrazët, pa qëllim, pa dashuri, pa familje. Fatimia pshërtiu, duke kuptuar dilemën. Unë do të jem vigjilente. Dhe nëse keni nevojë për mua për çfarëdo, mund të mbështeteni tek unë. Nuk ka rëndësi se çfarë thot ajo grua. Faleminderit, bija ime. Je shumë e mirë për mua. Por mirësia e Fatimes nuk kaloi pa u vënë re nga Petrita. Në ditët në vijim, ajo filloi të krijonte situata që minonin besimin midis shërbëtores dhe të moshuarës. Një pasdite, Petrita e thiri Fatimen në salon, ku ishte ulur elegante në divanin e lëkurës së bardhë, duke shfletuar një revistë dekorimi. Fatime, duhet të flasim. Po, zonja Petrita? Kam vënë re se keni kaluar shumë kohë duke biseduar me zonjën Irena. E di që është mirësjellje nga ana jote, por jam e shqetësuar se kjo po pengon punën tënde. Unë gjithmonë e mbaroj punën time, zonja Petrita. Ju kur nuk jeni ankuar më parë. Jo. Nuk është një ankesë. Është vetëm një vëzhgim. Është se, shiko, zonja Irena ndonjëherë bëhet konfuze. Ajo është në një moshë delikate dhe kam vënë re se ajo shpik gjëra. Shpik gjëra? Po. Histori, situata që nuk kanë ndodhur kurrë. Është normale te njerëzit e moshuar, e di? Dhe nuk do të doja që ajo të vendoste ide të çuditshme në kokën tënde ose të përfshinte në probleme që nuk ekzistojnë. Fatimia gëlltiti pështymën duke kuptuar në mënyrë perfekte se çfarë po bënte Petrita. Po ndërtonte një narrativ parandaluese duke mbjellë dyshime në rast se zonja Irena përpiqej të zbulonte abuzimet. E kuptoj, zonja Petrita. Shkëlqyeshëm. Dhe ka edhe diçka tjetër. Disa bijuteri të mijat janë zhdukur. Asgjë me vlerë të madhe, por janë pjesë që i kam për zemër. Nuk ke parë gjë të çuditshme përreth, apo jo? Jo, zonjë. Nuk kam parë asgjë. Është se zonja Irena ndonjëherë merr gjëra pa e kuptuar. Nuk është faji i saj, është mosha. Por nëse vëren diçka, më lajmëro menjëherë, në rregull? Në rregull. Fatimia doli nga salloni me zemër të shtrënguar.
E dinte saktësisht se çfarë po bënte Petrita, duke mbjell farën e mosbesimit, duke përgatitur terrenin për të akuzuar zonjën Irena për diçka që ajo nuk e kishte bërë. Dhe dyshimi u konfirmua 2 ditë më vonë. Petrita filloi të bërtiste nga sujta kryesore, duke thirrur besnikun dhe Fatimen. U zhduk. Byzylyku im me diamante u zhduk. E lash këtu te komodina dhe tani nuk është më këtu. Besniku erdhi me vrap, i shqetësuar. Je e sigurt që e le aty? Absolutisht. Ishte këtu mbrëm, e mbaj mend në mënyrë perfekte. Dikush e mori. Kush do të hynte në dhomën tonë për të vjedhur diçka? Petrita bëri një pauzë dramatike, sikur të hezitonte të thoshte atë që ishte gati të sugjeronte. Besnik, nuk doja ta ngrisja këtë mundësi, por nëna jote ka qenë shumë e çuditshme kohët e fundit. Haraqe, konfuze. Dhe ajo ka akses në të gjitha dhomat e shtëpisë. Po thua se nëna ime të ka vjedhur byzylykun? Nuk e vodhi. E mori pa e kuptuar. Është ndryshe. Njerëzit me probleme memorie ndonjëherë e bëjnë këtë. Marrin objekte pa pasur ndërgjegje për atë që po bëjnë. Kjo është qesharake. Vërtet? Atëherë si e shpjegon zhdukjen e byzylykut? Besniku nuk kishte përgjigje. Fara e dyshimit ishte mbjell. Edhe pse nuk donte të besonte, mundësia tani ekzistonte në mendjen e tij. Do të kërkoj, tha ai më në fund. Duhet të jetë diku këtu. Mund ta kesh ruajtur dhe harruar. Unë kur nuk harroj ku i ruaj bijuteritë e mia, besnik. Kur? Atë pasdite, besniku i kërkoi me maturi së ëmës ta shoqëronte deri në dhomën e saj. Zonja Irena e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte nga toni i zërit të tij, nga shpreha e mbyllur në fytyrë. Mami, duhet të bëj një pyetje dhe dua të jesh e sinqert me mua. Çfarë ka, biri im? Byzylyku me diamante i Petritës është zhdukur. A e ke parë këtë BYZY ke i perreth? Ndoshta e ke marrë pa dashje për ta ruajtur në një vend të sigurt? Zonja Irena ndjeu botën të shembej. Djali i saj ishte aty përballë saj, duke sugjeruar se ajo kishte vjedhur diçka. Besnik, unë nuk kam marrë asnjë byzylyk. Si mund të mendosh diçka të tillë? Nuk po të akuzoj, mami. Vetëm po përpiqem të kuptoj se çfarë ndodhi. Petrita ka të drejtë të jetë e mërzitur, ai byzylyk vlen shumë para. Dhe ti mendon se unë do t'ju vidhja juve? Familjes sime? Askush nuk po thot të vjedhësh, mami. Por ndonjëherë njerëzit e moshuar bëhen konfuz, marrin gjëra pa e kuptuar. Unë nuk jam konfuze, besnik. Unë nuk e kam marrë atë byzylyk të mallkuar. Zëri i zonjës Irena doli më i lartë se sa kishte ndërmend, i ngarkuar me një dhimbje që shkonte shumë përtej asaj akuze specifike. Ishte dhimbja e akumuluar e muajve të poshtërimit, e mosrespektimit, e padukshmërisë. Besniku u tërhoq, i befasuar nga reagimi. Në rregull, mami. Nëse ti thua se nuk e ke marrë, unë të besoj. Por a nuk të pengon nëse hedh një sy në dhomën tënde, vetëm për t'u siguruar? Vazhdo. Kërko sa të duash. Besniku filloi të kontrollonte dhomën me kujdes, duke hapur sirtarët, duke parë brenda dollapit, duke kontrolluar nënshtrat. Dhe atëherë, për tmerrin e zonjës Irena, ai gjeti diçka. Byzylyku me diamante ishte fshehur brenda një kutie të vjetër këpucësh që ndodhej në fund të dollapit. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Besniku mbante byzylykun në dorë, duke shikuar nga bijuteriat e ëma, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Mund ta shpjegoj, filloi zonja Irena, por fjalët i mbetën në fy. Si mund ta shpjegonte? Ajo nuk e kishte vendosur byzylykun aty. Asnjëherë nuk e kishte parë atë byzylyk në jetën e saj. Por kush do ta besonte? Mami, çfarë është kjo? Nuk e di, besnik. Betohem se nuk e kam vendosur unë aty. Por ishte në dollapin tënë. Si arriti aty nëse nuk ishe ti? Zonja Irena nuk kishte përgjigje. Dhe në atë moment, ndërsa shikonte shprehjen e zhgënjimit dhe konfuzionit në fytyrën e djalit të saj, kuptoi shtrirjen e kurthit që Petrita kishte përgatitur. Ishte një plan i përsosur. Nëse ajo akuzonte nusen, do të dukej si një justifikim i dëshpëruar i dikujt të kapur në flagrancë. Nëse qëndronte në heshtje, do të shihej si fajtore. Nuk kishte rrugdalje.
Petrita u shfaq në derën e dhomës, sikur të ishte thirrur nga ndonjë sinjal i padukshëm. E gjete, pyeti ajo, dhe kishte një triumf të fshehur në zërin e saj. Besniku i tregoi byzylykun. Ishte këtu, në dollapin e nënës sime. Petrita vuri dorën në gjoks në një gjest teatral habie dhe trishtimi. Oh, zonja Irena. Pse e bëtë këtë? Nëse donit ndonjë bijuteri, mjaftonte të kërkonin. Do t'ju kisha dhënë një. Unë nuk e kam marrë këtë byzylyk, Petrita. Dhe ti e di shumë mirë këtë. Të dyja gratë u panë në sy dhe për një moment maska e Petritës rëshiti duke zbuluar mizorin e pastër poshtë saj. Por ishte vetëm për një çast. Së shpejti buzëqeshja mirë kuptuese u kthye. Besnik, mendoj se nëna jote ka nevojë për ndihmë profesionale. Nuk është normal ky lloj sjelljeje. Ajo nuk ka nevojë për ndihmë profesionale, tha besniku, por zëri i tij ishte i pasigurt. Duhet të ketë qenë një keqkuptim. Një keqkuptim? Byzylyku ishte fshehur në dollapin e saj. Nëse do të ishte një gabim, do të ishte mbi shtrat në një vend të dukshëm. Por ishte fshehur. Kjo tregon qëllim. Besniku kaloi dorën nëpër flok, një gjest që e bënte kur ishte i stresuar dhe nuk dinte si të përballej me një situatë. Le ta lëm këtë. Byzylyku u gjet, gjithçka është në rregull. Por Petrita nuk ishte e gatshme ta linte. Nuk është gjithçka në rregull, besnik. Nëna jote ka nevojë për kujdes të specializuar. Një vend ku mund t'i japin vëmendjen që i nevojitet, ku monitorojnë aktivitetet e saj për të shmangur këtë lloj situate. Po flet për një shtëpi plesh. Po flas për një vend ku ajo mund të jetojë me dinjitet dhe siguri. Dhe ku ne mund të kemi jetën tonë përsëri pa shqetësime të vazhdueshme. Zonja Irena ndjeu këmbët t'i dridheshin. U ul në shtrat, koka i sillej. Kjo ishte pra. I gjithë plani i Petritës po zbulohej. Nuk ishte vetëm për poshtërim apo kontroll. Ishte për t'u hequr qafe plotësisht. Besnik, të përgjërohem, mos më dërgo larg. Nuk kam bërë asgjë. Ishte ajo që e vendosi byzylykun aty, e di që ishte ajo. Mami, të lutem. Më beso, biri im. Besoj nënës tënde. Besniku shikoi gruan e tij, pastaj nënën e tij, i ndar midis dy versioneve krejtësisht të ndryshme të së njëjtës realitet. Duhet të mendoj, tha ai më në fund. Do të flasim për këtë më vonë, kur të gjithë të jemi më të qetë. Ai doli nga dhoma, duke marrë Petritën me vete. Zonja Irena mbeti vetëm, e ulur në shtrat, duke mbajtur në duart e saj të dridhura sigurinë se po e humbiste betejën. Petrita ishte më e zgjuar, më e artikuluar, më bindëse. Dhe ajo, zonja Irena, ishte vetëm një plak e lodhur që askush nuk e donte më pranë. Fatimja hyri në dhomë disa minuta më vonë, duke sjell një gotë ujë. Dëgjova gjithçka, zonja Irena. Dhe e di që ju nuk e morët atë byzylyk. Si mund ta desh? Sepse e pash kur zonja Petrita hyri në dhomën tuaj mbrëm. Mu duke çuditshme, por nuk thash asgjë. Tani e kuptoj se çfarë po bënte. Duhet t'ja tregosh këtë besnikut. Fatimja tundi kokën me trishtim. Ai nuk do të më besoj. Do të mendoj se po gënjej për t'ju mbrojtur. Zonja Petrita është shumë e zgjuar. Ajo do të gjejë një mënyrë për të më hequr qafe edhe mua nëse hap gojen. Atëherë çfarë të bëjmë? Nuk e di, zonja Irena. Por nuk mund të dorëzohemi. Duhet të ketë një mënyrë për të zbuluar të vërtetën. Të dyja gratë qëndruan aty, të bashkuara nga një armik i përbashkët, por të pafuqishme për të bërë diçka. E vërteta ekzistonte, por ishte e varrosur në shtresa manipulimi kaq mirë të ndërtuara sa dukej e pamundur për t'u arritur. Atë natë, zonja Irena nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar duke menduar për të gjitha zgjedhjet që kishte bërë në jetë, për të gjitha momentet që e kishin çuar deri aty. Ju kujtua dita kur lindi besniku, se si e mbajti atë foshnjë të vogël dhe i premtoi vetes ta mbronte gjithmonë. Kur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do të ishte ajo që do të kishte nevojë për mbrojtje nga zgjedhjet e tij. Nga dritarja, shihte dritat e Tiranës që vezullonin në largësi, miliona jetë që ndodhnin njëkohësisht, secila me dramat e veta, dhimbjet e veta. Dhe ajo ishte vetëm një histori tjetër e trishtuar në një qytet që kishte shumë histori të trishtuara për të treguar.
Ditët që i paraprin festës së përvjetorit të martesës u shënuan nga një tension që përshkonte çdo cep të shtëpisë. Besniku ishte i largët, i ndarë midis besnikërisë ndaj së-ëmës dhe besimit te gruaja e tij. Petrita, nga ana tjetër, kishte fituar një betejë të rëndësishme dhe tani lëvizte me akoma më shumë besim, duke e ditur se e kishte burrin pikërisht aty ku donte. Zonja Irena jetonte në një lloj limbi. Nuk trajtohej më hapur si pjesë e familjes, por gjithashtu nuk ishte dërguar ende larg. Besniku e kishte shtyr vendimin për shtëpinë e pleqve, duke pretenduar se i duhej më shumë kohë për të menduar. Por të gjithë në shtëpi e dinin se ishte vetëm çështje kohe. Një pasdite me shite e njëjtën, Petrita priti vizitën e një mikeje të vjetër të fakultetit, Marselës, një grua elegante që punonte si menaxhere e një prej shtëpive më ekskluzive të pleqve në Tiranë. Ato u ulën në sallon duke pirë çaj të importuar ndërsa shiu trokiste në dritare. Zonja Irena u udhëzua të shërbente çajin dhe pastaj të tërhiqej, por qëndroi mjaftueshëm për të dëgjuar një pjesë të bisedës. Pra, Petrita, më trego më shumë për situatën e vjerrës tënde, tha Marcela, duke shfletuar një katalog elegant që tregonte foto të ambienteve luksoze. Është e komplikuar, Marcela. Ajo po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Haraqe, konfuze, ndonjëherë agresive. Dhe burri im, i gjori, vuan shumë duke parë nënën e tij në këtë gjendje. E kuptoj plotësisht. Është një situatë delikate për të gjithë. Por në Villa Serena kemi të gjithë strukturën për të trajtuar raste të tilla. Profesionistë të trajnuar, ndjekje mjekësore 24 orë, aktivitete terapeutike. Por ajo nuk do të dojë të shkoj. Do të rezistoj. Marcela buzëqeshi me mirë kuptim. Ato gjithmonë rezistojnë në fillim. Por pastaj përshtaten. Dhe ju mund ta vizitoni sa herë të doni, sigurisht. Biseda vazhdoi, por zonja Irena nuk mundi të dëgjonte më. Doli nga salloni me zemër të shtrënguar, duke kuptuar më në fund shtrirjen e planit të Petritës. Nuk ishte vetëm për poshtërim apo kontroll. Ishte për të eliminuar plotësisht praninë e saj nga jeta e djalit të saj. Fatimia e gjeti në kuzhinë, duke qarë në heshtje ndërsa lante enën. Zonja Irena, çfarë ka? Ajo dëshiron të më dërgojë në një shtëpi pleq. E dëgjova të gjithë bisedën. Ju nuk mund ta lejoni këtë të ndodhë. Duhet të flisni me doktor Besnikun. Ai nuk do të më dëgjoj, Fatime. Jo pas asaj që ndodhi me Byzylykun. Atëherë ne duhet të provojmë se ishte zonja Petrita ajo që e vendosi Byzylykun në dhomën tuaj. Si? Nuk kemi prova për asgjë. Fatimia qëndroi në heshtje për një moment duke menduar. Pastaj sytë e saj u ndriçuan me një ide. Po sikur ta regjistronim? Po sikur të arrinim ta bënim atë të pranonte atë që bëri? Si mendon ta bësh këtë? Nuk e di ende. Por duhet të ketë një mënyrë. Të dyja gratë kaluan ditët në vijim duke u përpjekur të hartonin një plan, por çdo ide dukej më e pamundur se tjetra. Petrita ishte tepër e zgjuar, tepër e kujdesshme. Kur nuk do të thoshte diçka komprometuese pranë dëshmitarëve ose çdo gjëje që mund të regjistrohej. Festa e përvjetorit të martesës erdhi një të shtunë me diell të tetorit. Shtëpia ishte transformuar e dekoruar me lule të bardha dhe të arta, lambadar kristali që reflektonin dritën e diellit, kamerier të uniformuar që qarkullonin me tabaka, shampanje dhe ushqime të sofistikuara. Zonja Irena u udhëzua të qëndronte në dhomën e saj gjatë gjithë festës. Petrita kishte qenë e qartë, nuk donte që vjera të shihej nga askush. Do të ishte e sikletshme, thoshte ajo, të duhej t'u shpjegonte të ftuarve pse nëna e Besnikut jetonte aty e veshur si shërbëtore. Kështu që zonja Irena qëndroi e mbyllur në dhomën e vogël në fund të shtëpisë, duke dëgjuar muzikën, të qeshurat, bisedat e gjalla që vinin nga kopshti ku po zhvillohej festa. Ishte si të ishe e pranishme dhe e munguar në të njëjtën kohë, si të ishe një fantazm në shtëpinë tënde. Rreth orës 8 të mbrëmjes, kur festa ishte në kulmin e saj, Fatimia trokiti lehtë në derë. Zonja Irena, ju solla një pjatë me ushqim. Faleminderit, bija ime. Si është jashtë? Është bukur. Shumë njerëz të rëndësishëm. Zonja Petrita është rrezatuese, duke shfaqur shtëpinë dhe burrin si trofe. Po Besniku? Fatimia hezitoi para se të përgjigjej. Ai duket i lumtur. Por e pash duke kërkuar nëpër shtëpi disa herë. Mendoj se po ju kërkonte juve. Vërtet?
Jam e sigurt. E pash në sytë e tij. Ai mund të jetë konfuz, por ende ju do ky informacion i vogël i solli pak mbushëllim zemrës së plagosur të zonjës Irena. Djali i saj ende e donte. Ndoshta ende kishte shpresë. Por shpresa ishte jetë shkurtër. Rreth orës 10 të natës, kur festa tashmë po mbaronte dhe të ftuarit e fundit po përshëndeteshin, zonja Irena dëgjoi zëra të lartë që vinin nga korridori. Hapi derën paksa dhe pa besnikun dhe Petritën duke u grindur. Unë vetëm doja që nëna ime të merrte pjesë në festë, po thoshte besniku. Është nëna ime, Petrita. Ajo është pjesë e familjes. Dhe unë tashmë e kam shpjeguar pse kjo nuk do të ishte e përshtatshme. E pe cilësinë e të ftuarve që ishin këtu? Biznesmen, gjyqtar, politikan. Çfarë do të mendonin ata nëse do të shihnin nënën tënde të veshur si shërbëtore duke qarkulluar nëpër festë? Ajo nuk ka nevojë të jetë e veshur si shërbëtore. Mund të kishte veshur një robë të bukur. Petrita lëshoi një të qeshur të hidhur. Besnik, zgjohu. Nëna jote nuk është më gruaja që ti mban mend nga fëmijëria jote. Ajo është e vjetër, e sëmur, konfuze. Do të ishte e sikletshme për të dhe për ne. Mos fol kështu për nënën time. Atëherë preferon të bësh sikur nuk e sheh realitetin? Ajo mori byzylykun tim, besnik. E vendosi në dollapin e saj dhe pastaj bëri sikur nuk dinte asgjë. A është kjo sjellje e dikujt në kontroll të fakulteteve të veta mendore? Ishte një keqkuptim. Ishte një simptom. Një simptom se ajo ka nevojë për kujdes të specializuar që ne nuk mund t'ia japim këtu. Dhe ti e di këtë në thellësi të zemrës. Besniku qëndroi në heshtje, kokën ulur, supet e kërrusura në mpeshën e vendimit që e dinte se do të duhej ta merrte. Nuk dua ta dërgoj nënën time në një shtëpi plesh. Askush nuk do dashuri. Por ndonjëherë është më e mira për të gjithë. Përfshirë edhe për të. Në Villa Serena ajo do të ketë ndjekje mjekësore, aktivitete, shoqëri të njerëzve të tjerë të moshës së saj. Këtu ajo kalon gjithë ditën vetëm në atë dhomë të vogël, pa pasur çfarë të bëjë, duke u ndjerë e padobishme. Nuk e di, Petrita. Mendoje. Kur unë të mbetem shtatzën dhe shpresoj të jetë së shpejti, a do të jetë mirë për foshnjën të rritet në një shtëpi me një person senil? A dëshiron që fëmia yt të dëshmojë situata të sikletshme, të ketë frikë nga gjyshja e tij? Kjo fjali e fundit ishte si një thikë. Petrita po luante piset duke përdorur foshnjën e ardhshme si armë emocionale. Dhe po funksiononte. Besniku tundi kokën, i mundur. Në rregull. Do të mendoj. Por kam nevojë për kohë. Koha po kalon, besnik. Dhe sa më shumë vonojmë ta marrim këtë vendim, aq më e vështirë bëhet për të gjithë. Ata u larguan dhe zonja Irena mbylli derën e dhomës me zemër të copëtuar. Kishte dëgjuar gjithçka. Djali i saj po manipulohej për ta dërguar larg dhe ajo nuk kishte si ta pengonte. Atë natë nuk mundi të flinte. Qëndroi zgjuar duke menduar për gjithçka që kishte humbur, për të gjitha poshtërimet që kishte pësuar, se si kishte arritur në atë pikë dëshpërimi. Për herë të parë, mendoi seriozisht mundësinë për të ikur vetë. Por ku? Nuk kishte para, nuk kishte miq që mund t'u kërkonte ndihmë, nuk kishte askënd përveç djalit që tani duke i gatshëm ta braktiste. Të dielën në mëngjes, ndërsa ekipi i pastrimit i kontraktuar mblidhte gjurmët e festës, Petrita e thiri zonjën Irena për një bisedë në sallon. Ishte një bisedë e shkurtër dhe e drejtë për drejtë, pa dëshmitar. Zonja Irena, do të jem e sinqert me ju. Unë nuk ju dua më në këtë shtëpi. Ju jeni një barë, një problem i vazhdueshëm dhe po pengoni jetën time bashkëshortore. Besniku është i ndarë mes nesh të dyjave dhe kjo nuk është e shëndetshme për martesën tonë. Unë jam nëna e tij, Petrita. Dhe unë jam gruaja e tij. Dhe një grua ka përparësi mbi një nën. Ju e keni pasur kohën tuaj me besnikun. E rritët e edukuat, tani është radha ime të kem një familje me të. Një familje që nuk ju përfshin juve. Ti nuk mund të më dëbosh kështu. Mundem. Dhe do ta bëj. Tashmë kam folur me Marcelën nga Villa Serena. Ajo po pret telefonatën time për të organizuar shtrimin tuaj. Do të jetë brenda 2 javësh, maksimumi 1 muaj. Dhe besniku ka rënë dakord me këtë? Petrita buzëqeshi, atë buzëqeshje të ftohtë që kur nuk arrinte sy.
Besniku do të bjerë dakord. Ai gjithmonë bie dakord me atë që dua unë. Është vetëm çështje kohe. Do t'i tregoj atij se çfarë po bën. Dhe kush do të besoj? Unë tashmë i kam mbjell farat e dyshimit. Ai tashmë mendon se ju po bëheni senile, konfuze. Nëse ju vini me këto akuza, vetëm do të konfirmoni atë që ai tashmë mendon. Ti je mizore. Unë jam praktike. Dhe e di se çfarë dua. Dua një jetë të bukur, të rehatshme, pa probleme. Dhe ju, zonja Irena, jeni një problem. Petrita u ngrit dhe doli nga salloni, duke lënë zonjën Irena vetëm me sigurinë e tmerrshme se kishte humbur. Nuk kishte më rrugdalje, nuk kishte më shpresa. Por atë pasdite ndodhi diçka e papritur. Fatimia kishte zakon të mbante një fletore të vogël ku shënonte detyrat e saj të përditshme, kujtesa për gjërat që duhej të blinte në treg, receta që donte të provonte. Atë ditë, ndërsa rregullonte sallonin, gjeti një fletore tjetër të fshehur mes jastëkëve të divanit. Ishte një ditar me kapak lëkure të vjetëruar dhe kur e hapi, njohu menjëherë shkrimin e dridhur të zonjës Irena. Ditari ishte plot me shënime të datuara, duke filluar menjëherë pasi zonja Irena ishte transferuar në atë shtëpi. Fatimia filloi të lexonte dhe ndjeu lotët t'i shpërthenin. Aty ishte gjithçka e regjistruar. Çdo poshtërim, çdo fjalë mizore, çdo ditë dhimbjeje. Zonja Irena kishte dokumentuar vuajtjen e saj, ndoshta si një mënyrë për të ruajtur mendjen e shëndosh, për t'i provuar vetes se nuk po çmendej. Në një shënim të 3 javëve më parë, zonja Irena kishte shkruar për një kujtim specifik. Ishte për ditën kur lindi besniku, për atë se si e mbajti për herë të parë dhe i premtoi ta mbronte gjithmonë. Për atë se sikur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do të ishte ajo që do të kishte nevojë për mbrojtje nga zgjedhjet e tij. Fatimia ndjeu diçka të thyej brenda saj. Nuk mund të qëndronte më në heshtje, nuk mund të ishte më bashkëpunëtore me atë situatë. Edhe pse kjo do t'i kushtonte punën, edhe pse Petrita do të përpiqej ta shkatëronte edhe atë, ajo duhej të bënte diçka. E ruajti ditarin me kujdes dhe priti për mundësinë e duhur. E dinte se duhej të ishte strategjike. Nëse thjesht do t'ia tregonte ditarin besnikut, Petrita do të gjente një mënyrë për ta diskredituar, do të thoshte se ishin fantazi të një mendjeje senile, se zonja Irena kishte shpikur gjithçka. Jo, ajo kishte nevojë për më shumë se kaq. Kishte nevojë për prova të pakundërshtueshme. Dhe atëherë, një mëngjes të hënë, mundësia u shfaq. Petrita kishte dalë për një drekë me mikeshat në klub dhe besniku ishte në zyrë duke punuar. Zonja Irena ishte në kuzhinë duke përgatitur drekën kur filloi të ndjente një dhimbje intensive në shpinë, aq të fortë sa e bëri të përkulej mbi lavaman. Fatimia e gjeti kështu, duke u mbajtur te banaku, fytyra e shtrembëruar nga dhimbja. Zonja Irena. Çfarë ka? Shpina. Nuk duroj më. Ju duhet të shkoni te mjeku. Kjo nuk është normale. Nuk mundem. Petrita nuk do të më lërë. Atëherë do ta bëjmë këtë pa e ditur ajo. Doktor Besniku është në shtëpi, unë do ta thëras. Jo, Fatime. Ai po punon. Kjo është më e rëndësishme se puna. Ju keni dhimbje. Fatimia doli nga kuzhina e vendosur dhe u ngjit në zyrën ku punonte Besniku. Trokiti në derë me vendosmëri. Doktor Besnik, më falni që ju ndërpres, por nëna juaj është shumë keq. Besniku u ngrit menjëherë, shqetësimi i shkruar në fytyrë. Çfarë ndodhi? Është shpina. Ka shumë dhimbje. Ka nevojë për një mjek. Besniku zbriti shkallët me vrap dhe gjeti nënën në kuzhinë, ende e përkulur mbi lavaman. Duke e parë kështu, diçka brenda tij u thye. Ishte nëna e tij, gruaja që e kishte rritur, që kishte sakrifikuar kaq shumë për të, dhe ja ku ishte ajo, dukshëm duke vuajtur, dukshëm duke pasur nevojë për ndihmë. Mami, sa kohë ke me këto dhimbje? Disa javë, murmuriti zonja Irena. Pse nuk më the? Nuk doja të shqetësoja. Besniku e ndihmoi nënën të ulej në një karrige dhe pastaj, me kujdes, i kërkoi të ngrinte bluzën. Ajo që pa e la të shokuar. Shpina e zonjës Irena ishte e mbuluar me mavijosje në faza të ndryshme shërimi, disa të verdha dhe të vjetra, të tjera më të reja dhe ende vjollës. O Zot, mami, çfarë ka ndodhur? Si e lënduar kështu? Zonja Irena hezitoi. Ishte shansi i saj për të treguar gjithçka, për të zbuluar më në fund të vërtetën.
Por frika ishte ende aty, frika se nuk do të besoj, se do të konsideroj e çmendur ose hakmarrëse. U rëzova, vetëm kaq. Ti nuk rëzohesh kaq shumë. Këto mavijosje janë nga vende të ndryshme, në lartësi të ndryshme. Kjo nuk është nga rëzimi. Ishte në këtë moment që Fatimia vendosi të ndërhynte. Nuk mund të lejonte që zonja Irena të mbronte Petritën edhe një herë. Doktor Besnik, a mund të flas me ju privatisht? Besniku shikoi nga Fatimia te ema, i hutuar. Për çfarë? Për atë që po ndodh vërtet në këtë shtëpi. Ata shkuan në salon duke lënë zonjën Irena në kuzhinë. Fatimia mori frym thellë duke mbledhur guximin për atë që ishte gati të bënte. Doktor Besnik, nëna juaj nuk u rrëzua. Ajo nuk po bëhet senile. Dhe ajo nuk e mori atë byzyly. Për çfarë po flet? Po flas për të vërtetën që ju nuk doni ta shihni. Nëna juaj po keq trajtohet në këtë shtëpi. Zonja Petrita e detyron atë të punojë shumë më tepër se sa trupi i saj mund të durojë. Prandaj mavijosjet janë nga sforcimi i tepërt, nga mbajtja e peshave të rënda, nga kryerja e detyrave që një grua e moshës së saj nuk duhet të bëjë. Besniku u zbe. Kjo nuk ka kuptim. Petrita kujdeset mirë për nënën time. Ju vërtet e besoni këtë? Kur ishte hera e fundit që ndaluat për të biseduar me nënën tuaj vërtet? Për ta pyetur si ishte, jo vetëm kalimthi, por vërtet të interesoheshit për përgjigjen? Besniku nuk u përgjigj sepse nuk kishte përgjigje. Ai e dinte se ishte distancuar nga ema, se kishte lënë Petritën të menaxhonte gjithçka që lidhej me jetën shtëpiake ndërsa ai përqendrohej në punë. Dhe ka më shumë, vazhdoi Fatimia. Byzylyku. Unë e pash kur zonja Petrita hyri në dhomën e nënës suaj atë natë. Ajo e vendosi atë byzylyk atje për ta bërë nënën tuaj të dukej fajtore. Ishte gjithçka e inskenuar. Pse nuk u madhe këtë më parë? Sepse kam frikë, doktor Besnik. Zonja Petrita më kërcënon sa herë që vëren se po ndihmoj nënën tuaj. Ajo tashmë ka lënë të kuptohet se do të më pushoj nga puna. Dhe unë kam nevojë për këtë punë, ju e dini këtë. Kam fëmijë për të rritur vetëm. Besniku kaloi dorën nëpër flok, atë gjest që e bënte kur ishte i mbingarkuar. Kam nevojë për prova. Nuk mund të akuzoj thjesht gruan time bazuar në supozime. Unë kam prova. Fatimia shkoi në dhomën e saj dhe u kthye me ditarin e zonjës Irena. Ja dha Besnikut. Lexoje. Gjithçka është këtu. Çdo ditë, çdo poshtërim, çdo moment vuajtjeje. Nëna jote ka dokumentuar gjithçka. Besniku hapi ditarin me duar të dridhura dhe filloi të lexonte. Me çdo faqe, fytyra e tij bëhej më e tensionuar, më e zbehë. Aty ishte e vërteta e zhveshur. Nuk kishte si ta mohoje, nuk kishte si ta interpretoje ndryshe. Nëna e tij kishte vuajtur në mënyrë barbare dhe ai, i verbuar nga suksesi profesional dhe jeta e rehatshme që Petrita i ofronte, nuk kishte parë asgjë. Kur mbaroi së lexuari, Besniku kishte lot në sy. Mbylli ditarin dhe e shtrëngoi në gjoks. Si munda të isha kaq i verbër? Si e lash këtë të ndodhte? Ju nuk e dinit, u përpoq ta ngushëllonte Fatimia. Duhet ta dija. Jam djali i saj. Ishte përgjegjësia ime ta mbroja. Besniku u kthye në kuzhinë ku zonja Irena ishte ende e ulur, duke u përpjekur të kontrollonte dhimbjen në shpinë. Ai u gjunjëzua përballë saj dhe i kapi duar. Mami, më fal. Të lutem, më fal për gjithçka. Zonja Irena shikoi djalin e saj me konfuzion. Të fal për çfarë, biri im? Për mos të mbrojtur. Për të besuar gënjeshtrat. Për të lënë të vuash. Dhe atëherë, për herë të parë në muaj, zonja Irena e lejoi veten të qante përpara djalit të saj. Qau nga lehtësimi, nga dhimbja e akumuluar, nga mirënjohja që më në fund po shihej, po dëgjoj, po besoj. Pasditja e asaj dite do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e të gjithë atyre që jetonin në atë shtëpi. Besniku kishte telefonuar menjëherë mjekun e familjes, doktor Malaj, një burr me përvojë dhe flok të thinjur që e njihte familjen prej vitesh. Ai mbërriti në më pak se një orë, duke sjellë me vete një çantë të zezë dhe një shprehje serioze të dikujt që e kupton se është thirrur për diçka urgjente. Ekzaminimi ishte i hollësishëm dhe i dhimbshëm.
Zonja Irena duhej të hiqte bluzën ndërsa mjeku ekzaminonte çdo mavijosje, çdo shenjë, çdo sinjal të vuajtjes fizike që trupi i saj mbante. Besniku ishte i pranishëm, duke vëzhguar në heshtje dhe me çdo zbulim të mjekut, shpreha e tij bëhej më e errët. Zonja Irena, tha doktor Malaj me butësi, këto mavijosje nuk janë nga rrëzimet. Janë rezultat i sforcimit të përsëritur dhe të tepruar. A keni mbajtur pesha? A bëni punë të rënda? Zonja Irena shikoi besnikun para se të përgjigjej. Kishte ende kaq shumë frikë, kaq shumë droj se e vërteta mund të kthehej kundër saj. Unë ndihmoj me shtëpinë, tha ajo më në fund. Bëj çfarë mundem. Mjeku tundi kokën, i pakënaqur me përgjigjen e vagull. Ju jeni 73 vjeç. Trupi juaj nuk është bërë për të mbajtur pesha ose për të bërë sforcime intensive. Këto mavijosje tregojnë se ju keni bërë pikërisht këtë dhe në mënyrë të vazhdueshme. Përveç kësaj, shoh shenja të qarta të kequshqyrjes dhe lodhjes ekstreme. A nuk po ushqeheni mirë? Ha si gjithë të tjerët. Doktor Malaj u kthye nga besniku. Djali juaj duhet ta di të vërtetën, zonja Irena. Nga sa po shoh këtu, ju po i nënshtroheni kushteve të papërshtatshme për moshën dhe shëndetin tuaj. Kjo duhet të ndaloj menjëherë, ose pasojat mund të jenë të rënda. Ishte pika që derdhi gotën. Besniku nuk mundi ta përmbante më emocionin. Doli nga dhoma pa thënë asnjë fjalë, u ngjit shkallëve dhe u mbyll në zyrë. Duhej të mendonte, të përpunonte, të vendoste se çfarë të bënte me të vërtetën që më në fund ishte zbuluar. Doktor Malaj i përshkroi pushim absolut dhe ilaçe për dhimbjen. Para se të largohej, bisedoi shkurtimisht me besnikun në korridor. Dëgjo, unë e njoh familjen tënde prej shumë kohësh. Nuk e di se çfarë po ndodh këtu, por ajo grua po vuan. Dhe jo vetëm fizikisht. Pash në sytë e saj një trishtim të thellë, llojin e trishtimit që vjen nga brenda. Ajo ka nevojë për kujdes, besnik. Kujdes të vërtet, jo vetëm mjekësor. Ajo ka nevojë për dashuri, për dinjitet, për respekt. E di, doktor. Dhe kjo do të ndryshoj. Premtoj se do të ndryshoj. Shpresoj. Sepse nëse vazhdon kështu, nuk jam i sigurt se sa kohë do të duroj. Kur Petrita erdhi në shtëpi në fund të pasdites, gjeti një skenë të pazakontë. Zonja Irena ishte shtrirë në divanin kryesor të sallonit, atë divan lëkure të bardhë që ishte ndaluar ta përdorte. Besniku ishte ulur pranë saj duke i mbajtur dorën dhe Fatimia qarkullonte nëpër shtëpi me një shprehje vendosmërie që Petrita nuk e kishte parë kurrë më parë. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Petrita, duke hequr syzet e diellit dhe duke shikuar përreth me mosmiratim. Duhet të flasim, tha besniku, dhe kishte diçka në zërin e tij që e bëri Petritën të kuptonte menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Të flasim për çfarë? Për nënën time. Për mënyrën se si është trajtuar në këtë shtëpi. Petrita lëshoi një të qeshur nervoze. Trajtuar? Nëna jote është trajtuar me gjithë rehatin dhe dashurinë. Nuk e kuptoj se ku do të dalësh. Besniku u ngrit, mori ditarin që ishte mbi tavolinën e mesit dhe ia dha Petritës. Lexoje. Dua të lexosh çdo faqe. Çfarë është kjo? Është ditari i nënës sime. Ku ajo ka regjistruar gjithçka që ka kaluar që kur erdhi të jetonte këtu. Petrita hapi ditarin dhe filloi të shfletonte faqet. Ndërsa lexonte, fytyra e saj filloi të humbiste ngjyrën. Ajo e dinte saktësisht se çfarë ishte shkruar aty sepse ajo vetë kishte qenë protagoniste e çdo situate të përshkruar. Kjo është absurde, tha ajo më në fund, duke mbyllur ditarin me forcë. Janë fantazi të një gruaje senile. Ju paralajmërova se po bëhej konfuze duke shpikur histori. Nuk janë fantazi, Petrita. Fatimia konfirmoi gjithçka. Dhe mjeku e konfirmoi gjithashtu. Mavijosjet në shpinën e nënës sime nuk janë nga rrëzimet. Janë nga sforcimi i tepërt, nga puna e rëndë që ajo nuk duhet të bënte. Unë kur nuk e kam detyruar nënën tënde të bëj asgjë. Gënjeshtër. Zëri i Fatimes preu ajrin duke i befasuar të gjithë. Unë pash gjithçka, zonja Petrita. Pash se si e poshtëronit zonjën Irena çdo ditë, e detyronit të punonte për te asaj që duronte, e trajtonit sikur të ishte më pak se asgjë. Dhe unë kam prova. Çfarë provash?
Fatimia mori celularin e saj dhe tregoi një sër fotosh që kishte bërë fshehurazi gjatë javëve. Foto të zonjës Irena duke mbajtur kova të rënda me ujë, duke zvarritur mobilje, duke pastruar në pozicione qartësisht të dhimbshme. Në çdo foto ishte e mundur të shihej dhimbja e shkruar në fytyrën e saj. Ju më kërcënuat që të heshtja, vazhdoi Fatimia, zëri i dridhej por ishte i prerë. Thatë se do të më pushonit nga puna nëse e ndihmoja zonjën Irena. Por unë nuk e duroj më të hesht. Nuk e duroj më të shoh një grua të pafajshme të vuaj kështu. Petrita shikoi nga besniku te Fatimia, pastaj te zonja Irena, duke u përpjekur të gjente një rrugdalje, një shpjegim, një mënyrë për ta kthyer situatën. Por nuk kishte. E vërteta ishte aty, e ekspozuar, e pamundur për t'u mohuar. Po Byzylyku, pyeti besniku, zëri i tij rrezikshëm i qetë. Fatimia më tha se ti hyre në dhomën e nënës sime natën para se ta gjenim atje. Ti e vendose atë Byzylyk, apo jo? Kjo është qesharake. Pse do të bëja diçka të tillë? Për ta fajsuar. Për të më bindur se ajo po bëhej senile. Për të justifikuar dërgimin e saj në një shtëpi pleqsh. Petrita bëri 2 hapa prapa, maska më në fund duke rënë plotësisht. Sytë e saj, më parë gjithmonë llogaritës dhe të ftohtë, tani tregonin dëshpërim. Po sikur ta kem bërë. E çfarë pastaj? Ajo po pengonte jetën tonë, besnik. Nëna jote është një peshë e vdekur në këtë shtëpi. Ha ushqimin ton, përdor burimet tona dhe nuk kontribuon me asgjë. Unë vetëm po përpiqesha të bëja më të mirën për ne. Për ne apo për ty? Për ne. Për martesën tonë. Si pret ti që ne të kemi një jetë normale me nënën tënde këtu, duke na vëzhguar, duke ndërhyrë në gjithçka? Nëna ime kur nuk ka ndërhyrë në asgjë. Ajo mezi ekziston në këtë shtëpi sepse ti u sigurove për këtë. Ti e shndërrove atë në një hije, në një prani që duhet fshehur, dhe pse? Sepse kishe turp prej saj. Sepse ajo nuk përshtatej në imazhin e përsosur që ti dëshiron të projektosh. Pikërisht. Po. Më vjen turp. Nëna jote është e vjetër, e veshur keq, pa edukatë shoqërore. Si mund t'i pres unë mikeshat e mia, njerëz të rëndësishëm, me të duke qarkulluar në për shtëpi sikur të ishte pronare e vendit? Ajo është nëna ime, Petrita. Jo një kafshë shtëpiake që mund ta fshehesh kur ke vizita. Dhe unë jam gruaja jote. Ku jam përparësitë e tua, besnik? Me një plak që tashmë e ka jetuar jetën e saj apo me gruan që po ndërton një të ardhme pranë teje? Fjala plak kumbonte në për sallon si një shtën. Zonja Irena, e cila deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, ndjeu fjalën të depërtonte thellë. Kështu shihej. Si një plak e padobishme, një pengesë, dikush që tashmë e kishte jetuar jetën e saj dhe tani vetëm pengonte. Besniku shikoi Petritën sikur ta shihte për herë të parë. Dhe në një farë kuptimi, ashtu ishte. Gruaja e bukur dhe elegante me të cilën ishte martuar ishte zbuluar si dikush i aftë për mizori, për manipulim, për ligësi të pastër. Dua të largohesh nga kjo shtëpi, tha ai më në fund. Çfarë? Më dëgjove. Largohu. Tani. Ti nuk mund të më dëbosh. Kjo është edhe shtëpia ime. Kjo është shtëpia ime, Petrita. Është në emrin tim. Dhe unë po të kërkoj të largohesh ndërsa vendos se çfarë të bëj me martesën tonë. Po zgjedh nënën tënde në vend timin, zëri i Petritës u ngrit një oktavë, në prag të histerisë. Pas gjithçkaje që kemi ndërtuar bashkë. Pas 5 vitesh martesë, ti më detyrove të zgjedh. Dhe po, zgjedh nënën time. Gjithmonë do të zgjedh nënën time. Petrita shikoi përreth duke kërkuar mbështetje, por gjeti vetëm vështrime mosmiratimi. Edhe Fatimia, e cila gjithmonë ishte friksuar prej saj, tani e shikonte me vendosmëri. Do të pendoheni për këtë, tha ajo më në fund, zëri plot helm. Të gjithë ju. Do të shkatërroj reputacionin tënd, besnik. Do t'i tregoj të gjithëve se braktise gruan tënde për shkak të një plake senile. Do të shkatërroj. Bëj çfarë të duash. Por bëje larg këtej. Petrita u ngjit në dhomë me hapa të rënd, e zemëruar dhe e mundur. Mund të dëgjoheshin zhurmat e sirtarëve që hapeshin, rrobat që hidheshin në valixhe. Gjysmë ore më vonë, ajo zbriti me 3 valixhe, sytë e kuq por të thatë. Nuk qante nga trishtimi apo dashuria e humbur.
Qante nga zemërimi, nga frustrimi që kishte humbur betejën. Para se të dilte, ndaloi te dera dhe I hodhi një vështrim të fundit zonjës Irena. Ju fituat, tha ajo. Por jo për shumë kohë. Gratë si ju nuk mbjetojnë shumë në këtë botë. Do ta shihni. Dhe doli, duke përplasur derën me forcë të mjaftueshme sa të dridheshin pikturat në mure. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me emocione kontradiktore. Lehtësim, trishtim, faj, lodhje. Besniku u kthye te divani dhe u ul pranë së ëmës, duke futur fytyrën në duar. Më vjen shumë keq, mami. Më vjen keq për gjithçka. Zonja Irena I vuri dorën në shpinë djalit të saj, atë gjest amësor që e kishte bërë mira herë kur ai ishte fëmijë dhe ishte I trishtuar ose I lënduar. Ti nuk e dije, biri im. Ajo të mashtroi edhe ty, por duhet ta kisha kuptuar. Duhet të kisha kushtuar më shumë vëmendje. Isha një djalë I keq. Mos e thuaj këtë. Ti je një njeri I mirë, besnik. Vetëm u humbe për një kohë. Fatimja, e cila kishte dëshmuar të gjithë skenën, fshiu fshehurazi lotët e saj. Ishte një moment privat mes nënës dhe djalit dhe ajo ndjeu se duhej të tërhiqej. Por para se të dilte, besniku e thirri. Fatime, prit. Po, doktor Besnik. Faleminderit. Për gjithçka. Për të kujdesur për nënën time kur unë dështova ta bëj këtë. Për guximin për të thënë të vërtetën edhe pse e dije se mund të humbisje punën. Ti je një person I jashtëzakonshëm. Fatimja buzëqeshi mes lotësh. Unë vetëm bëra atë që ishte e drejtë. Paga jote do të dyfishohet duke filluar nga tani. Dhe do të kesh pushime të rregullta, pushime të paguara, gjithçka që meriton dhe më shumë. Doktor Besnik nuk ka nevojë. Ka nevojë. Dhe diçka tjetër. Ti nuk je më vetëm shërbëtore e kësaj shtëpie. Je pjesë e familjes. E provove këtë sot. Fatimja tundi kokën, tepër e emocionuar për të folur dhe u tërhoq në kuzhinë për të përgatitur darkën. Ditët që pasuan ishin të përshtatjes dhe shërimit. Besniku anuloi të gjitha angazhimet e tij profesionale jo urgjente dhe ju përkushtua plotësisht kujdesit për të ëmën. I përgatiste vaktet, e ndihmonte të bënte dush kur shpina I dhimbte shumë, bisedonte me të për orë të tëra për gjithçka dhe për asgjë. Zonja Irena u zhvendos në dhomën kryesore të miqve, atë që Petrita e kishte rezervuar gjithmonë për vizita të rëndësishme. Besniku personalisht zgjodhi çarçaf të butë, jastëk të rehatshëm dhe e mbushi dhomën me lule të freskëta. Vendosi foto të vjetra në mure, foto kur ai ishte fëmijë, kur familja ishte e plotë dhe e lumtur. Doktor Malaj u kthye disa herë për të ndjekur rikuperimin. Me pushim të duhur, ushqim ushqyes dhe kryesisht me dashuri dhe kujdes, zonja Irena filloi të përmirësohej. Dhimbjet në shpinë filluan të zvogëloheshin, mavjosjet filluan të zhdukeshin dhe diçka akoma më e rëndësishme filloi të kthehej, shkëlqimi në sytë e saj. Një pasdite të diel, Besniku dhe zonja Irena ishin ulur në verandë, duke pirë çaj dhe duke vëzhguar perëndimin e diellit që pikturonte qiellin e Tiranës me tone portokalli dhe rozë. Ishte një nga ato momente të rralla të paqes së përsosur, ku nuk kishte nevojë për fjalë. Mami, tha Besniku më në fund, duke thyer heshtjen. Mund të bëj një pyetje? Sigurisht, biri im. Pse nuk më the kurrë? Pse e duroje gjithçka në heshtje? Zonja Irena qëndroi në heshtje për një moment, duke kërkuar fjalët e duhura. Sepse kisha frikë. Frikë se nuk do të më besoje. Frikë se do të zgjidhja atë. Frikë se do të mbetesha plotësisht vetëm. Dhe përveç kësaj, ndihesha fajtore. Mendoja se ndoshta e meritoja atë trajtim sepse isha një barë për ju. Ti kur nuk ke qenë një barë, mami. Kur? Dhe pendohem thellësisht që nuk ta kam treguar këtë çdo ditë. Ti ishe I zënë duke ndërtuar jetën tënde. Është normale. Nuk është justifikim. Suksesi profesional, paratë, statusi shoqëror, asgjë nga këto nuk vlen nëse humbas njerëzit që kanë vërtet rëndësi. Dhe ti je personi më I rëndësishëm në jetën time. Lotët u kthyen, por këtë herë ishin lot lumturie. Zonja Irena kapi dorën e djalit të saj dhe e shtrëngoi fort. Të dua, biri im. Edhe unë të dua, mami. Dhe do ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke e provuar këtë. Në javët në vijim, shtëpia u riorganizua plotësisht.
Zonja Irena nuk bënte më asnjë punë shtëpiake. Puna e saj e vetme ishte të rikuperohej, të pushonte, të shijonte jetën që kishte ende përpara. Besniku kontraktoi një shërbëtore të dytë për të ndihmuar Fatimen, duke u siguruar që asnjëra prej tyre të mos mbingarkohej. Petrita u përpoq të kontaktonte disa herë me kërcënime të fshehura, herë me justifikime të hollësishme, herë me premtime për ndryshim. Por besniku ishte i palëkundur. Kishte filluar procesin e ndarjes dhe ishte i vendosur të vazhdonte përpara. Zbuloi përmes avokatit se Petrita kishte akumuluar borxhe të mëdha në emrin e tij, duke bler rroba, bizhuteri dhe udhëtime luksoze. Jeta e përsosur që ajo përpiqej kaq shumë të projektonte mbahej nga një kështjell letrash që tani po shembej. Një mëngjes dhjetori, besniku u zgjua dhe zbriti në kuzhinë, ku gjeti të ëmën tashmë zgjuar duke përgatitur kafe. Ajo po këndonte një këngë të vjetër, një melodi që ai e njohur nga fëmijëria e tij. Mirëmëngjes, mami. Po këndon. Zonja Irena buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet dhe e ndritshme. Po. E di, ka kohë që nuk jam ndjer kaq e lehtë. Është sikur një peshë e madhe të jetë hequr nga supet e mia, gëzohem ta dëgjoj këtë. Po ti, biri im? Si je? Besniku u ul në tryezë dhe pranoi filxhanin e kafes që ëma i ofroi. Jam mirë. Më shumë se mirë, në fakt është e çuditshme, mendoja se do të ndihesha i humbur pa Petritën. Në fund të fundit, kaluam 5 vjet bashkë. Por e vërteta është se ndihem i lirë. Sikur më në fund të mund të marr frym përsëri. Është sepse po i qëndron besnik vetes. Vlerave të tua, asaj që ka vërtet rëndësi. Ti gjithmonë ke qenë e mençur, mami. Jo e mençur. Vetëm me përvojë. Dhe kam mësuar se në jetë, në fund të fundit, ajo që mbetet janë marrëdhëniet që ndërtojmë, dashuria që japim dhe marrim. Gjithçka tjetër është e përkohshme. Ata pin kafe bashk, duke biseduar për planet për të ardhmen. Besniku donte të bënte një udhëtim me të ëmën, ndoshta në plazh, një vend i qetë ku ajo mund të relaksohej plotësisht. Zonja Irena ishte e entuziazmuar me idenë. Kishte vite që nuk udhëtonte. Fatimia hyri në kuzhinë në atë moment, duke sjellë një korrespondencë që sapo kishte ardhur. Mes letrave ishte një zarf elegant me vulën e një zyre të njohur avokatie. Besniku e hapi dhe e lexoi shpejt. Ishte konfirmimi se divorci kishte filluar zyrtarisht. Petrita i kishte nënshkruar letrat pa kundërshtuar, ndoshta sepse avokati i saj e kishte këshilluar se nuk kishte shanse. Provat kundër saj ishin të pakundërshtueshme. Mbaroj, tha besniku, duke i treguar letrën së ëmës. Zyrtarisht mbaroj. Si ndihesh? I lehtësuar. Dhe mirënjohës. Mirënjohës? Që gjithë kjo ndodhi para se të ishte tepër vonë. Imagjino sikur Petrita të kishte arritur të dërgonte në atë shtëpi pleq. Sikur të isha zgjuar vetëm disa muaj më vonë. Ndoshta kur nuk do ta kisha zbuluar të vërtetën. Zonja Irena u drithërua kur mendoi për mundësinë. Por nuk ndodhi. Dhe tani kemi një shans të dytë. Të dy. Dhe do ta shfrytëzojmë. Premtoj se do ta bëj të vlej çdo ditë. Muajt që pasuan ishin të rindërtimit. Besniku reduktoi ngarkesën e tij të punës, delegoi më shumë përgjegjësi te partnerët e tij në zyrë dhe filloi të prioritizonte kohën cilësore me të ëmën. Ata darkonin bashkë çdo natë, bisedonin për ditën, ndanin histori. Zonja Irena gjithashtu filloi të rilidhej me mikesha të vjetra me të cilat kishte humbur kontaktin gjatë viteve që jetoi nën sundimin e Petritës. Ishte sikur po rilinte, duke rikuperuar jo vetëm shëndetin fizik, por edhe identitetin që ishte fshirë sistematikisht. Një pasdite të veçantë, besniku erdhi në shtëpi me një surprizë. Kishte bler përsëri shtëpinë e vjetër të familjes, atë ku zonja Irena kishte rritur djalin e saj, ku kishte kaq shumë kujtime të lumtura. Pronari aktual po e shiste dhe besniku, duke përdorur kursimet dhe disa investime, arriti ta blinte. Mami, kam diçka për të treguar. Ai e çoi me makinë te shtëpia, e cila ndodhej në një lagje më të vjetër të Tiranës, larg shkëlqimit të zonës së liçenit. Kur ndaluan përballë, zonjës Irena i u deshën disa sekonda për ta njohur. Besnik, nuk e besoj. Kjo është shtëpia jone e vjetër. Po. Dhe tani është përsëri jona. Lotët erdhen me njëherë.
Zonja Irena zbriti nga makina në gjendje shoku, duke parë fasadën e njohur, kopshtin ku kishte mbjellë trëndafila, verandën ku besniku luante kur ishte fëmijë. Si ja dole? Kursime. Investime. Dhe vendosa se vlente çdo qindark. Sepse kjo shtëpi ka shpirt, mami. Ka histori. Ka dashuri brenda mureve të saj. Ata hynë bashkë dhe zonja Irena përshkoi çdo dhomë me nderim, duke prekur muret, duke kujtuar momente specifike që kishin ndodhur aty. Kuzhina ku përgatiste darkën çdo natë. Salloni ku familja mblidhej të dielave. Dhoma ku e kishte përkundur besnikun për të fjetur kaq shumë herë. Mund të jetojmë këtu përsëri? Pyeti ajo me shpresë. Mundemi. Në fakt, tashmë kam filluar të sjell disa gjëra. Mendova se mund ta shndërronim këtë në shtëpinë tonë kryesore. Tjetrën mund ta shesim ose ta japim me qira. Dhe nuk do të mungoj luksi, shkëlqimi? Besniku tundi kokën me bindje. Jo. Mësova se luksi i vërtet nuk qëndron në shtëpi të mëdha apo objekte të shtrenjta. Qëndron në të pasurit paqe, në të qenit i rrethuar nga njerëz që të duan vërtet. Dhe këtë e kam këtu, me ty zhvendosja ndodhi gradualisht gjatë javëve në vijim. Fatimja, sigurisht, u ftua të vazhdonte të punonte me ta në shtëpinë e re. Ajo pranoi me gëzim, duke sjell fëmijët e saj për të njohur vendin. Zonja Irena shpejt u lidh me djemb, të cilët e trajtonin si gjyshe të adoptuar. Jeta në shtëpinë e vjetër ishte krejtësisht e ndryshme nga jeta në vilën pranë liçenit. Ishte më e thjeshtë, më autentike, më njerëzore. Kishte biseda në kuzhinë ndërsa përgatisnin darkën bashk, kishte muzikë që luante në radio, kishte të qeshura të sinqerta që kumbonin nëpër mure. Një natë para Krishtlindjeve, besniku dhe zonja Irena po dekoronin pemën bashk. Ishte një traditë familjare që e kishin braktisur vitet e fundit, kur Petrita këmbëngulte të kontraktonte dekorator profesionist për të bërë gjithçka. Por tani, duke e bërë vetë, kuptuan se sa kishin humbur. E di, mami, tha besniku ndërsa varte një yll në majë të pemës, po mendoja. Gjithë këtë kohë mendoja se duhej të jepja rehati materiale, luks, shtëpinë më të mirë të mundshme. Por ajo që ti vërtet kishe nevojë ishte shumë më e thjeshtë. Çfarë ishte? Të shiheshe. Të dëgjoheshe. Të doheshe. Dhe unë dështova në këtë në mënyrë të tmerrshme. Por ti mësove. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Jo të gjithë kanë për ulësinë të njohin gabimet e tyre dhe të ndryshojnë. Unë pothuajse të humba, mami. Dhe kjo më tmerron kur mendoj se çfarë mund të kishte ndodhur. Por nuk më humbe. Jam këtu. Jemi bashkë. Dhe do të qëndrojmë bashkë. Gjithmonë. Ata u përqafuan, aty përballë pemës së Krishtlindjeve gjysmë të dekoruar, me dritat që vezullonin butësisht dhe krijonin hije kërcimtare në mure. Ishte një moment i thjeshtë, por i ngarkuar me kuptim. Ishte prova se dashuria e vërtet, kur pothuajse humbet, mund të rikuperohet. Ishte prova se kur nuk është tepër vonë për të bërë gjën e duhur. Në ditën e Krishtlindjeve, shtëpia ishte plot. Fatimja dhe fëmijët e saj ishin aty, disa fëmijë të vjetër që zonja Irena i kishte rigjetur, madje edhe doktor Malaj kaloi për të bërë një vizitë shoqërore. Nuk kishte shkëlqim, nuk kishte shampanjë të shtrenjtë apo ushqim tepër të sofistikuar. Por kishte gëzim, kishte ngrohtësi njerëzore, kishte lidhje të sinqertë. Dhe atë natë, ndërsa të gjithë bisedonin gjallërisht në sallon, besniku shikoi përreth dhe ndjeu një mirënjohje të thellë. Kishte humbur një martesë, kishte humbur stilin e jetesës luksoze, kishte humbur iluzionin e përsosmërisë që Petrita kishte krijuar. Por kishte rikuperuar diçka pafundësisht më të vlefshme, kishte rikuperuar nënën e tij, humanizmin e tij, shpirtin e tij. Zonja Irena, duke vëzhguar djalin e saj nga ana tjetër e dhomës, gjithashtu ndjente një paqe që nuk e njihte prej vitesh. Kishte mbijetuar periudhën më të keqe të jetës së saj, kishte gjetur forca që nuk e dinte se i posedonte, dhe tani ishte e rrethuar nga dashuri e vërtetë. Po, kishte plagë. Po, kishte kujtime të dhimbshme që do t'i mbante gjithmonë. Por kishte gjithashtu shërim, kishte rinovim, kishte shpresë. Dhe ndërsa viti po mbaronte dhe një i ri po fillonte, të dy e dinin se kishin marrë dhuratën më të madhe nga të gjitha, një shans të dy. Një shans për t'i bërë gjërat siç duhet, për të vlerësuar atë që ka vërtet rëndësi, për të ndërtuar një jetë të bazuar në dashuri dhe jo në dukje.
Vite më vonë, kur besniku ua tregonte këtë histori miqve, gjithmonë e mbaronte në të njëjtën mënyrë. Jeta na mëson mësime të vështira, por janë këto mësime që na shndërrojnë në njerëz më të mirë. Pothuajse humbi nënën e tij për shkak të verbërisë dhe ambicies. Pothuajse la manipulimin e një personi mizor të shkatëronte marrëdhënien më të rëndësishme të jetës së tij. Por u zgjua në kohë. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe që mund të kishte arritur. Zonja Irena, në moshën 75 vjeç, ishte më e fortë dhe më e lumtur se kurrë. Ishte bërë një figurë e dashur në komunitet, gjithmonë e gatshme të ndihmonte fqinjet, gjithmonë me një fjalë të mirë për të ofruar. Dhe çdo natë, para se të flinte, falenderonte që kishte mbijetuar, që ishte shpëtuar, që kishte gjetur rrugën e saj përsëri për në shtëpi. Sepse shtëpia, mësoi ajo, nuk është një vend. Është aty ku jemi me njerëzit që na duan vërtet. Dhe ajo më në fund e kishte gjetur shtëpinë e saj përsëri. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Irena dhe besnikut të ketë prekur zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Mbani mend gjithmonë, kur nuk është tepër vonë për të njohur gabimet tona, për të mbrojtur ata që duam dhe për të ndërtuar marrëdhënie të bazuara në dashuri të vërtetë dhe respekt. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do të prekë zemrën tuaj.